Agron, do flasin për guximin tënd të treguar përpara disa ditëve. Si mundet ti, apo ç'të tha mendja një herë, që u bëre ballë dhe u dole përpara 20 serbëve, dhe ishin 20 djem të rinj. A e përdor alkoolin? Jo, ku s'ka shanse. Është publikuar një video që ti më the që është xhiruar pa dijenin tënde, nuk e ke ditur fare se kush ishte duke kapur moment. Po, shumë e vërtet. Çfarë ndodhi atë ditë? Çfarë ndodhi po? Po, çfarë ndodhi? Ishte dita e lojës Shqipëri-Makedoni, edhe unë si çdo shqiptar Shqipëri-Serbi e bëj. Kuptova kësaj dite me përcjell këtë lojë e me pas një kohë të mirë, një kohë të këndshëm, u përgatita me makinën, e zbukurova, e rregullova. Edhe dola thjesht në xhiro, dola ishte edhe ca kohë derisa filloke loja e futballit. Por këtu në Vjena ndahet në 23 pjesë. 23 pjesë, fillon prej 1 deri 23. Normal, në këtë pjesë ku eca unë, ku ndodhi kjo ngjarja, është një pjesë ku me të vërtet e kanë serbët në dorë. Mendoj çdo i diti lokal, çdo 50 metre ki një lokal, diskotek ose diçka ku ecin serbët. Lagje me influencë serbe, po. Po, e kur ndodhin momente lojna futbollit, do me thonë lokalet muqën full me shikues, e normal ati në ato dit nuk kalon asnjë shqiptar, se shqiptarët e kanë dikun tjetër, organizohen dikun tjetër, e serbët e kanë atë pjesën e vete, por mumra rruga... Po, të rruga pa dashje, sepse ti me që jeton atje nuk e dija rrugën. Nuk deshe me boj një dis serbëve. Tani unë kam i pyetje... Nuk deshe, jo. Kam i pyetje taktike, do më dhënë që ti del nga makina, i afrohesh, ata të riqen dhe pastaj në 2-3 veta që vinë të kanosin. Ti shkon me vrap në makinë, merë diçka në dorë dhe ata ikin janë bathin. Çfarë ke marrë në dorë? Ngriti frena ato koleg. Shikoni, duhet edhe një di hap mrapa, për me sqaru ma... Bile 3 hapa sepse ishte Shqipëri-Serbi, jo Makedoni. Bëre një lapsus të vogël. Ka problem, është nga Gostivari. Shikoni, une isha të e bo atë, të kalu, të e bo gjirën. Po, gjirën tënde. Edhe, kjo një sent normale, kur të vjen këtë çështja kombëtare, ma shanë dikush kombin tem, e unë jom gati edhe me dekate. Nuk o ajo për mu ishte normale. Mu t'i prishe shumë të për pun duke qenë gjallë. Më kanë ofendu, në për atë shkak jom dal, edhe unë i kom thonë dë fjallë të mijat. Pa, prit një minutë, se e kemi me zë. E kemi me zë? Ja, po, me zë, pse? Oke, mirë, dhe gjojë. Japi me zë. Largoni prindrit, fëmi. Nuk kuptohet shumë mirë, po. Kuptohet me që s'kemi të. Leta shohim pak videon me zë.
një zë ku kuptuam që Bafjari ka pas shumë të nevojshme për t'i treguar fqinjve tanë verior, njorit e ti... Besoje apo jo, koleg, besoje apo jo, në këtë moment, satelite Amerikanë dhanë sinjalin dhe raketat e NATO-s janë ngritur sa java. Në bazën e Avianës kanë filluar motorat të ndizet. Agron, një pyetje për... Jo, qa moren makinë, se kjo ka rëndësinde. Për ti më shuar prap pyetjes që bëri kolegu, qëfar u ktheve të marrësh? A je person që mban armë të ftohta? Shikoni, se këtu nuk... Këtu ka dhe diçka tjetër. E si që duket në video, unë kam ec deri para lokalit. Po. Më atë moment janë ardhur edhe 2-3 persona tjerë, edhe unë kom ec 2 hap mrapa, ose 3, e kom kërku pozicionin ku e kom më të mirë me grushtu për balli. Kjo duhet qartë. Në atë moment, une kam pa diçka në duart e ative, diçka të hekërt. Dhe ti shkove more manivelin që ndes makinën. Urno? Ti shkove more dhe ti diçka të hekërt, apo jo? Une shkova mora diçka qka ajo do të mbese pak sekrete. Okej, nuk u kuptua fare, do më sekret është sekret. është sekret. Bërë shumë mirë. Une nuk do kisha mor as sent për makine, por më atë moment kur kom pasi kanë edhe ato diçka edhe gjë normale shkova edhe unë mobilizova me një mënyrë normale. Gjesti jytë është shumë trimëror, shumë burëror. Sepse për të përballuar në një duel, duhet kesh të një datar. Pa tjetër. Po pra, nëse koleg ndjes, çfarë do bëje nëse të 20 do të vërsuleshin? Nuk do i përballoje do? Jo, ai tha që në fillim, unë jam gati edhe me tek. Shikoni, une për atë moment, shikoni, unë nuk jom më i forti i botës, edhe unë nuk mundëm kundër 10, 15, 20 persona me luftu, por e kom ditë se edhe qotek unë mundëm me ngron, por jesha i sigurt edhe unë një 2, 3, 4 veta edhe unë do i kisha. Palos. Ama njoni do t'a kishe vonë poshtë dhe nuk e lëshoj që për 4-20, okej, numër i konsiderueshëm. Nuk është keq kjo punë, nuk është keq, si bilancë është... Ti absolutisht në krahasime ne të dy, ty s'po të fusë, je përpara, do më thënë, je më trim. Unë me thënë drejtën do kisha sharë, do kisha dhe ngas, duke përfitu nga makinat e tjera, kaq mund të kisha bërë. Jo, unë nuk do shaja, unë thjesht do thoja parullën tonë të preferuar në stadium, Serbi. Jo, ate kanë... Qartë, kanë nga pas. Pyetja ime radhës është kjo, Agron, a pate ti pasoja në kuptimin që ky rast është verifikuar, është denoncuar në polici, pra ka ardhur dikush me të thënë që... Pse e bërë? Po. Jo, deri sot jo, po ka denoncime i postojnë tabelat e kerit, prit se do të vinë diçka, që tash, a do të vinë diçka, jo, si dihet, po une s'bën asgjë, une mbrojta vetën, ato më ofenduan, unë i ofendova edhe kjo. Shiko, ty maksimumi do të vi një gjobë 75 euro për ndalim të makinës në trafik. Mundet diçka, ndoshta vinë diçka, por si dihet ajo, se si shikohet në video, unë e dola jashtë edhe hipa nker e kisha me ec, por ato ja vazhdojnë me ofendime nga lidhje me nën, me komp, me zdi qka edhe... Jo, normalisht në provokojnë legenat. Ne jemi krejt, mendoj gjdo kush, do shta kom bojë dhe gabim, do shta o dash me hec rrugën, po që tash ndodhi kjo, e ndodhi aj dikush më kish filmu se kom dit njona e pru tjetërën, që tash që jom këtu misafir për ju. Agron, a do të bëje të njëjtat veprime në të njëjtat situatë? Të ndeshja tjetër? është vendimi momentit i rrethanës. Është vendimi momentit,
ndoshta jo se kjo ndodhi një herë që tash më ndodh edhe një herë kjo që kon me një drejtim që unë jam agresiv ose e provokoj ose diçka, po do shikoj që tash qetësohem pak se nuk jam një person agresiv, unë jam me të vërtet një person i qetë, por mos ma nguc kombin se jam gati për më shumë. Jo, të gjithë e pam që ti aty je i provokuar rënd dhe çdo reagimi jote është i drejtë, falë Zotit, nuk ka eskaluar në dhunë fizike. Mirë, janë bjenë në fund fare, prisëm. Edhe një e shkollaj se ma të le makine, po të kalosh prap, dhe Agroni s'ka ndërmend të ndrojë. Unë nuk ma mërmëndje që Agroni shkon supermarket me Cadillac të vënë. Po, kjo ka qenë me të vërtet interesant, kjo ka ndodhur, nuk ka qenë diçka që e kam planifiku unë, kjo ka ndodhur kur jam qu mëngjes, me të vërtet kom pas telefone të ndryshme e mesazhe të ndryshme